Të zgjedhjeve kanë filluar edhe, si të themi, takimet e para për që janë normale, më diçka që sigurisht këtë e dim që ka mujtë më bo dhe ma herët, është dasht më bo dhe ma herët, se prafërsisht, ose të themi, asë gjën nuk ka ndryshu. Ka mungu veç vullneti edhe është prit paka shumë prej opozitës, është prit kush përshkon të Kurti në mënyrë që normalisht mu... Vullneti ka mungu për shkak mungesës së numrave, për të arritur aty ku është dasht. Jo, sigurisht se ti këshim pas gjardhet se cilë e kish bo për vullnetit për me bo një qeveri, ose një diskutim për një qeveri opozitare, ose edhe Kurti një qeveri ma gjithë përfshirëse. Na kemi kritiku në këtë rast opozitën që i ka marrë 4 mandate ma shumë se sa Kurti dhe që i ka pas mundësin mu bashku edhe mu përafru dhe i tash në kuptimin asaj që përderi sa kemi folë gjithë kohën edhe për një gjejmi pajtu gjithë opozita që Kurti është lider me tendenca autoritare, i kanë thonë edhe vetë autoritar, njëjtën kohë nuk kanë qenë gati me u bo bashkë, me PDK-n, LDK-ja në mënyrë që me u bo një parti, një qeveri, e cila kish me ja zvoglu rrezikun Kosovës, sepse kur flasim për një... Kurdi është rrezik për Kosovën si pas jush? Jemi pajtu gjithë që është rrezik për Kosovën. Nuk janë pajtu qytetarët e Kosovës? Jo, po flasim na për ata njerëz që 22%, po shumë mirë e the Ardi, pra 22% të njerëzve kanë thonë që Kurti nuk është rrezik për Kosovën, mirë po pjesa tjetër që ka votu opozitën sigurisht që është pajtu me çka ka thonë opozita për Kurtin. E opozita kanë thonë që kë po do me bo ligjin për byron shtetërore, ligjin për inspektimet, kë po i ka bordet, kë është rrezik për demokracinë dhe është autoritar. Gjitha këto i kanë thonë. Nëse i thu krejt këto, nuk ka asnjë kuptim mos mu bashku me PDK-n edhe me thonë që jemi djeg me PDK-n. Sepse, nëse një gja e dim historinë e Kosovës, LDK-ja më zgjatu ka udhëheq me vendin bashkë me PDK-n. Pra, nëse e këshyrim kështu, atër LDK-ja duhet me marë pjesën e vetë fajt për këtë qeverisin kur ka qenë me PDK-n. Jo me arsyetu rënjën e vetëm duke thënë që ka ndiku PDK-ja. Sepse për ashtu duhet me marë përgjithësinë edhe në 2021 që LDK-ja shkoj të vetëvendosja në momentin për ne kishim dalë nga vetëvendosja edhe i vyke një subjekt tjetër që thot që bashkëpunohet me Kurtin, Kurtin nuk është autoritar që shpëthoj njës që dolen, atër ka qenë LDK-ja që ja ka krya targat dhe i ka thonë Kosovës që vetëvendosja është shumë e mirë. Dhe i tash interesin shtetëror. Kretë në kuadrë shpjegimit tem, Ardi, për me përfundu, kretë në kuadrë shpjegimit tem që po du me thonë, që shpjegimi që sot me bo koalicion LDK-ja me PDK-n është kundër vullnetit popullit është gabim, se sot PDK-ja nuk është në pozicionin që ka qenë ma herët. Sot nëse thojmë që PDK-ja është ma rrezikshme në dialog se so Albin Kurti e kemi gabim, edhe është ma shumë se gabim është kalkulim për ego personale të udhëheqësisë drejt LDK-s. Tash nëse dojmë me folë veç për Kurtin, e që shkuja është rrezik për Kosovën, e që Kurti është i keq edhe se ka kryer ranin e vetë, ato i diskutojmë edhe besoj i kemi qëndrimet gjatë qarta për këtë punë. Arë, se mora përgjigjen për themi kushëzimin, e kjo... Kushëzimet si janë kurgjo ma pak as ma shumë se të diturat njohura, ajo për dënë sigurisht e ka gjetë pak një dobësi. Kurti, na e dim që për votimin e presidentes e kemi një personi cili s'ka marrë pjesë në kurum, është deputetja PDK-s dhe pas një ore është të ble, në çfarë formë është ble, është nuk e dim, as nuk përdu me hyja nej, po na kemi shumë ma herët praktika që deputet jo mble, jo në shqit, kanë kurzu, publikisht, jo publikisht, për biznese, për pozita, dhe kjo s'është kurgjo e re, është nuk ish dasht me alon që ka që letë vullnetit Kurtit për me bo qeverin, ishtë dash me pas shumë ma shumë zë opozitar që kushdo që bashkohet me Kurtin në sot, kur Kosova është në, si me thonë, në fundin e saj të marrëdhënieve ndërkombëtare, kushdo që sot shkon me Kurtin, është ka i bën dam Kosovës. Edhe tu e thonë këto, më zë, për çdo ditë, Dje këshim vizitën e sekretarit jashtëm britanik, mbase jo me të gjithë Kurti